Ama shumë njerëz fatkeqësisht mas pari që çka thonë tjerë. Andaj bëhet pengesë për adhurim. I bëhet pengesë për namaz. Isha fal, po kam shku tani në punë, tani njerëzit tani. Lej këtu Allahu ton. Ti nisi për Allahun xhallahu ala. Mo, ato pengesa, ai din Allahu xhallahu. I din, ani lej Allah, ai ti largon ato. Mos i bësh kaktor pengesat që të privosh nga adhurimi xhallahu ala. Ose ndonjë motër muslimane do të mbulu apo. Ka shumë që mendojnë do të mbulu apo. Isha mlu, po tani kjo lej kalkulimet e Allahut. Kur do më mbulu, shiko ka çka pjesë, çat këna dhona, çat jep Allahu xhallahu ala. Ai të kap këtë udhëzim, ai të kap këtë mirësi. Përgjigje me nështrim atina, po pengesat masanej. Një herë përgjigj Allahut azza xhel. Ati një herë, tani këshyrim çfarë po bëhen ato. Normal. Ama jo që të jetë njeriu pengesë për t'ju përgjigjti Allahu xhallahu xhelaluhu. Kjo është esenca. A ka pengesa serioze që njeriu të pengon? Po, nëse janë serioze, as Allahu s'të kërkon. Prap në këtë rast ju ke përgjigj Allahu xhallahu ala, se ai të ka thonë tash sobarç. Normal. Andaj gjithmonë Allahut i përgjigjemi. Nga sa Allahu kur s'kërkon që t'i përgjigjemi për të mundësive tona. Mirë, po jo dhe për gjithçka me lënë udhëzimin Allahu xhallahu ala. Për një fjalë, për një diçka, ja, për gjithçka s'lihet apo. A ka çmim? Ka çmim. A ka kosto? Përgjigja, ka kosto. Ama të kena dhonë shumë, kjo u thërë, pak pëse pagun, s'po të nome, apo, atin që po t'japëm na? Në po t'japëm ti pasin pejgamberit, në po t'japëm pi keftheri me pi, në po t'japëm knatësit Allahot, fale gjunaheve, po t'japëm gjenet. Ta është pak pëse lem pa gjumë, se mëse liptar bashkeq ashtu pas rafshë, apo kuptan? Gjithë më kujtej qka t'kep Allah xhallahu ala, edhe qka po t'kërkan, pak është, qka Allah po lip, në krasim e qka në ka dhonë. Qa të ka dhonë t'japë? Ahireti, wal aqibatu lil muttaqin. Allahu tha, edhe fundi i takon kujna të devotshmëve, të mirëve, të sinqertëve, besimtare, fundi, këtë fundit kur bëhet dihet, apo sikur se e kemi përmendur sura Al-Mutaffifin, dihet kur kesh i fundit. E çaj që kesh i fundit, kesh mas lezetshëm. Se tani e din një meçi, po kesh me vakt. Se ka do keshin para vakti, dhe të këtë kesh u kthehet në pezëm në depresion, se kanë kesh para vakti. Andaj besimtari kesh, ama kur keshaj, mas saj s'ka mërzi më aftën. Mas asaj qeshje, s'ka më mërzi, s'ka let më aftën, s'ka frikë më, se është qeshje e premtuar nga Allahu te bareke ve teala.